Në mërkurën, ka startuar në Pallatin e Sportit Flamurtari Liga Unike, një kompeticion i cili luhet mes 3 ekipeve nga Kosova dhe 3 nga Shqipëria. Ndeshja e parë e Ligës Unike ishte mes Flamurtari dhe Pejës, e cila u fitua nga vajzat nga Kosova. Peja mori një fitore të rëndësishme për ecurinë në këtë kompeticion në Vlorë. Vajzat pejane fituan me rezultatin 82-70 përballë Flamurtarit në basketbol për femra. Trajneri pejaneve, Muhamet Tashi, vlerëson performancën e ekipit të tij. Ai thos se rezultati ishte më së i merituar. Sipas Tashit, ekipi e dominoi krejtësisht takimin. Ekipi që drejton vjen pas një ecurie pozitive edhe në kampionatin kombëtar të Kosovës, por edhe në Kupën e Republikës, thot Tashi, për përballjen e mëparshme mes dy ekipeve. Trajneri thos se nuk e di ende se çfarë ka ndodhur, pasi sapo ka marrë drejtimin e ekipit. Peja sipas tij ka organizim serioz për të fituar çdo trofe, ku ekipi sipas Tashit do të luftojë deri në fund për çdo trofe të mundshëm. E para i përgëzoj vashët e mia që kanë luajtur me një intensitet shumë të lartë. E dyta është se unë jam trajneri për herë të parë këtu, edhe nuk e di çka ka ndodhur më herët dhe nuk më intereson. Mu më intereson për çfarë tutje. Fitore e merituar, besoj kemi dominuar gjithë 40 minutat dhe besoj që kemi qenë skuadër më e mirë këtë ndeshje. Të them drejtën, neve na mungojnë 2 lojtare. Do thot një huaj e cila ka ikur para 2 ditëve në Lituani dhe një huaj plus që duhet ta nënshkruajmë, por ne jemi në një ritëm shumë të mirë pozitiv pas fitores së Superkupës në finalen Kosovë dhe besoj që kemi vazhduar me pozitivitet dhe kjo është merite vashave dhe bordit të klubit. Ne i synojmë gjitha trofet si vjet. Patjetër, se ne kemi krijuar një ekip të mirë, me njerëz pozitiv, me njerëz cilët kanë pasion basketbollin dhe duke ditë që mu më kanë sjellë prej kampionatit Izraelit, se kam qenë kampion me Elicu Ramle, besoj që janë njerëz serioz për t'i marrë gjitha trofe. Liga Unike këtë vit luhet mes 3 ekipeve shqiptare, Flamurtarit, Partizanit dhe Tiranës, ndërsa ekipet nga Kosova janë Peja, Prishtina dhe Bashkimi. Ekipi i Flamurtarit vjen si kampion në fuqi i Ligës Unike, teksa të premten vajzat vlonjate do të ndeshen sërish, por këtë herë kundër një tjetër ekipi nga Kosova, ku përballë do të kenë Prishtinën.